Flasim për situatën në lindjen e mesme, është një situatë që për momentin duket se është duke qëndruar pezull, palët janë duke ndërmjetësuar për një arritje të një marrëveshje, jemi në armpushim, por në këtë marrëveshje ka dhe shumë prapaskena që po ndodhin pas takimet mes dy delegacioneve janë të herpastërshme për zbërthyer këto takime, por edhe të gjithë situatën atje. Kemi një komunikim në këtë moment nga Malajzia me studiuesin dhe historianin zoti Olsi Yazexhi. Zoti Yazexhi, faleminderit shumë që jeni me ne. Selam aleikum, faleminderit për ftesën. Aleikum selam. Në çfarë faze jemi? Unë e thash që është një armpushim, palët janë në negociata, po çfarë po ndodh konkretisht? Konkretisht kemi një armpushim ndërmjet Amerikës dhe Iranit pas luftës 40 ditore. Dhe ky armpushim unë dosh me ato që u njohën si takimet e Islamabadit, ku Amerikanët dërguan presidentin e tyre, J.D. Vance, që të takohej me ministrin e jashtëm të Iranit dhe me kryetarin e parlamentit, Muhammad Bagheri Ghalibaf, ku të dy palët u munduan që të arrinë një mirë kuptim për armpushim më të gjatë me njëri tjetrin, ku pala iraniane i kërkoi amerikanëve garanci që Irani nuk do të goditet më, dy, që t'i jepet fund gjenocidit që Izraeli po bën në Liban, por edhe në Gaza, tre, Irani të kompensohet për dëmet që janë bërë gjatë luftës nga amerikanët. 4, Irani të ketë kontroll mbi ngushticën e Hormuzit. 5, Irani të hiqen sanksionet që amerikanët i kanë dhënë, ato që njihen sanksionet parësore dhe dytësore. Pala amerikane, ndërsa pranoi shumë nga pikat e Iranit, kërkonte nga iranianët që iranianët të dorëzojnë programin e tyre nuklear, do të gjithë uraniumin që kanë, ja japin amerikanëve. E dyta që mos kontrollojnë ngushticën e Hormuzit dhe mos të sponsorizojnë më grupet të cilat të thënë për shlirimin e Palestinës. Por pika me sa duket deri në këto momente më problematike që kanë amerikanët me iranianët është programi nuklear, ku ata kanë kërkuar nga iranianët që t'ua rrëmbejnë të gjithë materialin nuklear që ata kanë. Irani t'i shmobilizoi të gjitha stacionet nukleare që kanë. Dhe amerikanët e bëjnë këtë me urdhër të Benjamin Netanyahut, nga që Izraeli do që të jetë i sigurt që Irani në asnjë moment nuk do të prodhoj bombën nukleare. Izraeli kërkon që të ketë gjithmonë supremaci mbi Iranin, do që vetëm Izraeli të ketë bombë nukleare dhe me këtë bombën nukleare të kërcënoj gjithmonë muslimanët dhe t'i zhdukë ata, ashtu sikur ka bërë në Palestinë, sikur po bën në Liban, sikur zionistët dhe amerikanët kanë bërë në Irak, në Libi, në Siri e të tjerë. Pala iraniane duke u mbështetur në fetvan e Imam Ali Khamenei, edhe ajo është dakord që mos të ketë program nuklear për armë. Ata janë të gatshëm që i kthehen pak a shumë marrëveshjes nukleare që nënshkruan me presidentin Obama, por Benjamin Netanyahu nuk është i kënaqur nga kjo. Një nga pikat që Irani donte që ky armpushim të zgjatet është që t'i jepet fund masakrave
që Izraeli është duke bërë në këto momente në Liban kundër Hezbollahit. Por bisedimet që u bën në datën 13 prill në Islamabad u kanceluan pasi personi që drejton gjithë bisedimet nuk është Donald Trumpi, por është Benjamin Netanyahu. Për personat që ndoqën deklaratën për shtyp të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance, ai pranoi që ndërsa ishte në Islamabad i raportonte Benjamin Netanyahu. Pra, çfarë kuptojmë neve është që bisedimet ndërmjet Iranit dhe Amerikës për armëpushim në fakt nuk janë ndërmjet Iranit dhe Amerikës, por janë ndërmjet Iranit dhe Izraelit, po Amerika shërben si një proxy, apo sigur e themi ne në Shqip si një zar i Amerikanëve, i Izraelitëve, ku i gjithë shteti Amerikan, presidenti Amerikan, zëvendës presidenti, ushtria amerikane, buxheti Amerikan, nuk i shërbejnë interesave të Shteteve të Bashkuara, por i shërbejnë interesit Izraelit. Megjithatë, që nga nisja e luftës, në datën 28 shkurt, ku Irani vuri nën sanksione apo vuri nën kontroll kanalin e Hormuzit, ku vendet armiqësore me Iranin dhe mike me Izraelin, sigur janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Kuwaiti, Arabia Saudite, nuk janë lejuar që të shesin naftë. Mbyllja e kanalit Hormuzit ka shkaktuar një krizë të madhe globale, krizë e naftës, nga që nuk po shitet më naftë si më herët. Në anën tjetër duhet të kujtojmë këtë gjë që gjatë 40 ditëve luftë, amerikanët dhe izraelitët, por edhe amerikanët që ju kundër përgjigjen, edhe iranianët që ju kundër përgjigjen amerikanët dhe izraelitëve, kanë bombarduar shumë rafineri dhe pompa apo stacione që nxirret nafta dhe gazi, gjë e cila ka ulur ndjeshëm sasinë e naftës dhe të gazit që prodhohet në vendet e gjirit dhe që eksportohet në përbotës. Shumica e naftës së vendeve të gjirit persik shkon drejt Kinës, Japonisë, vendeve të Azisë dhe të Afrikës, dhe në këto momente në Azinë Juglindore, ku edhe unë jam, shumë vende kanë shpallur emergjencën, nga që s'po kanë më naftë. Në për vende sikur Tajlanda, Bangladeshi, janë mbyllur shkollat, në Indi po mbyllen fabrikat, etj, nga që nafta dhe gazi që mbanin këto ekonomi që të funksiononin tashmë po mungojnë. Pra, ajo që bëri Benjamin Netanyahu, duke nisur luftën kundër Iranit në datën 28 shkurt 2026, është një luftë e cila po ka impakt në gjithë globin dhe gjithë njerëzimi po paguan haracin e Izraelit. Zoti Ezexhia, shikoni të mundur që të ketë një paqe të qëndrueshme, apo edhe nëse arritet një marrëveshje për paqe do të jetë sërish të brisht? Por sa kohë që Benjamin Netanyahu të jetë kryeministri i Izraelit, unë nuk besoj që do të ketë ndonjëherë paqe, nga që Benjamin Netanyahu është një njeri i smur, ai është psikopat. Për personat që dinë se si ai jeton, ai shumicën e kohës e kalon duke jetuar në bunker në Tel Aviv. Biles edhe kur gjykatat e kërkojnë, ai nuk shkon në gjyq se thotë jemi në gjendje lufte. Ai ka një interes personal që të ketë gjithmonë luftë. Interesi ka të bëjë se nëse mbyllet lufta, atë gjykata e Izraelit do ta fusë në burg për vjedhje. Dhe në anën tjetër, ai është psikopat që beson se ai ka për detyrë që të zhdukë Islamin dhe muslimanët, në mënyrë që mos ketë më fuqi muslimane në lindjet e mesme, që do
kundërshtoj Izraelin, dhe pasi ata ta bëjnë këtë gjë, plani tjetër i Netanyahu dhe i zionistëve është shkatrimi i xhamis Aksa. Nga që zionistët besojnë se ata duhet shkatrojnë xhamin Aksa dhe në vend të saj të ndërtojnë tempullin e Sholomonit, nga që ata besojnë se vetëm në këtë mënyrë Allahu do t'i fali, atyre do t'i largohet mallkimi dhe do të jetojnë në paqe dhe do të sundojnë botën. Nëse shikoni historinë e krijimit të shtetit Izraelit, nga momenti që çifutët shkelën në tokën e shenjtë në 1917 e britanikët, dhe nga momenti që çifutët shpallën krijimin e shtetit Izraelit në vitin 1948, ai vend nuk ka parë paqe në asnjë moment. Aty ka patur vetëm luftë, vrasje, luftë. Dhe për sa kohë që myslimanët nuk do të bashkohen me njëri tjetrin dhe ta mundin Izraelin, dhe për sa kohë që Amerika të jetë aty dhe ta furnizojë Izraelin me armë të shkatrimit të madh, rajoni i lindjes mesme nuk do ketë asnjëherë paqe, por do të ketë vetëm luftë, plagë, gjenocid, vrasje. Është folur shumë për luftën, është folur shumë për këtë konflikt, është folur shumë për betejat që janë zhvilluar, por ajo që pasqyrohet nga mediat ndërkombëtare, a është e vërtet me atë se çfarë ka ndodhur me të vërtetën në atë rajon? Shpeshherë zoti Trump ka thënë që neve e kemi plotësuar të gjithë qëllimin tonë ushtarak në Iran, dhe Irani thuajse ka shkatruar fare në mënyrë totale të gjithë ushtrinë e saj dhe marinën e saj, por si qëndron e vërteta, zoti Azizi? Tani, shumica e mediave perëndimore, sigur dihet, kanë bërë censur për atë që ndodhte në luftën 40 ditore. Megjithatë, media sikur Al Jazeera apo edhe për personat që ndjekin kanalet ndryshme për luftën në Telegram, në Twitter e tjerë, kanë parë që lufta ka qenë një nga luftrat më të tmerrshme në historinë e Amerikës. Ndërsa amerikanët kanë vrarë rreth 3.000 iranian, kanë dëbuar nga shtëpitë e tyre rreth 1 milion iranian, kanë shkatruar mbi 700 shkolla, kanë bombarduar mbi 100 banesa në gjithë vendin, kanë shkatruar uzina, fabrika, ura, stacione trenash e tjerë e tjerë. Përgjigjja iraniane ka qenë shëmbullore. Por herë të parë që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, amerikanët po përballen me një armik serioz që është Republika Islamike e Iranit. Që prej luftës në Vietnam, amerikanët nuk ishin përballur me një armik të tillë, është Irani. Në luftën e parë, luftën e dytë të Xhirit, në luftën kundër Libisë, luftën kundër Sirisë, Sudanit, Somalisë, luftën kundër Yemenit, amerikanët në përgjithësi kanë bërë gallat, se ata domethënë si një fuqi grabitqare që janë, strategjia e tyre është dhe fuqi detare që janë, amerikanët zakonisht kur duan ta shkatrojnë një vend, sjellin flotën e tyre e bombardojnë nga qielli dhe hiqin. Këtë gjë bën edhe në Jugosllavi. Por kësaj herë me Iranin puna është ndryshe, nga që iranianët ishin përgatitur për këtë luftë, dhe iranianët ju përgjigjen amerikanëve, duke i goditur ata mbrapsht, duke i goditur luftanijet e tyre, ku amerikanët deri në këtë moment nuk guxojnë që t'i çojnë luftanijet e tyre në Gjirin Persik, i dogjen dhe i shkatruan bazat amerikane në gjithë Gjirin Persik, nga Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin veçanti. Dhe përveç kësaj, kurdo që amerikanët dhe izraelitët godisnin objektiva civil iranian, uzina, fabrika, rafineri, nafte e tjere,
edhe Irani përgjigjej duke goditur investimet amerikane në gjirin persik. Janë goditur puset e gazit në Katar, puse nafte në Bahrein, në Kuwait, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Arabinë Saudite. Janë goditur, janë ndjekur porte, janë ndjekur metalurgjik në Dubai për prodhimin e aluminit, në kundër përgjigje ndaj goditjeve që i bën fabrikave iraniane, izraelite dhe amerikanët. Dhe në këto momente që ne flasim, këto regjimet zioniste arabe, sikur Arabia Saudite, sikur Bahreini, Kuwaiti, Emiratet e Bashkuara Arabe, që deri në këto momente i shërbenin në mënyrë të verbër Amerikës dhe Izraelit, pasi Amerikanët u thonin që nëse na paguanin ne, po na lat neve që të marrim naftën tuaj, ne do t'ju mbrojmë juve nga Irani. Irani ja theu këtë mit. Irani tregoi që Irani mund të godasi, mund të vrasi, mund të mundi Amerikanët në tokën më të afërt, në këtë rast janë këto vendet kukulla arabe. Po përveç saj, Irani goditi edhe Izraelin për 40 ditë luftë, çifutërit jetonin si minj për bunkere në për tunele, nga që iranianët godisnin pothuajse 3-4 herë në ditë. Në një postim që ambasadori amerikan Mike Huckabee bëri pas arritjes së armpushimit që e bëri në Twitter, thoshte çfarë lumturie është që më në fund po flej në krevat, nga që në 40 ditët e luftës ai fakiri kishte fjetur në një tunel, edhe nxori edhe foto, kishte fjetur në një krevat portativ me qenin e tij, edhe duke mos guxuar që dali dhe ta shohë dritën e diellit. Pra, domethënë ndryshe nga ndoshta sidomos në Shqipëri, ku shumica e pronarëve të mediave nga që janë edhe spaçatorë droge edhe janë marrë me pistriqe, kanë frikë që janë kritik ndaj amerikanëve, sikur kanë edhe shumë gazetarë, domethënë, që humbasin vendin e punës. Për ata që kanë ndjekur Al Jazeera-n apo kanalet ndryshme të internetit kanë parë që kjo luftë ka qenë një luftë ku iranianët u vranë, libanezët u vranë, por kundërpërgjigja iraniane ishte spektakolare dhe amerikanët janë dëmtuar shumë rënd, përveç kësaj, edhe këto regjimet e gjirit persik, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, që ishin parajsa të mafjes ndërkombëtare dhe të izraelitëve, tani më janë ndjekur. Pra lufta nuk ishte e kollajt por aleancën zioniste. Zoti Azetxhi, kush e kontrollon sot ngushticën e Hormuzit? Është një ngushticë që ka krijuar shumë debat ditët e fundit, pasi edhe SBA-ja thuhet që e ka bllokuar nga njëri krah dhe nga ana tjetër janë iranianët. Si qëndron e vërteta? Ngushticën e Hormuzit e kontrollojnë iranianët. Iranianët për vendet armike të tyre nuk po lejojnë që të shesin më naftë, sidomos Emiratet e Bashkuara Arabe. Ato që vendet duan të nxjerrin naftën nga gjiri, Irani ka vënë haraç, çdo cisterne nafte duhet paguajnë $2 milion. Dhe amerikanët që u munduan gjatë 40 ditëve luftë, por edhe pas luftës domethënë, që u munduan me kuçe dhe me mat që t'i bindin iranianët që ta hapin kanalin e Hormuzit, iranianët nuk e kanë hapur. Për personat që i kanë ndjekur postimet në Twitter të Donald Trumpit, Donald Trumpi u çmend. Ai është edhe psikopat vetë, është njëri i smur, është idiot. Por postimet e tija tregojnë krizën mendore që Netanyahu ka kaluar gjatë ditëve të luftës, ku një ditë thoshte kanali i Hormuzit është i hapur, ditën tjetër e kanë mbyllur iranianët, hapeni thoshte. Një ditë thoshte kam gjetur unë njerëz në Iran po bëj bisedime dhe kanalin do ta kem 50% në kontroll unë me Ayatollahin.
Ditën tjetër kërcënonte Iranin, thoshte hapni kanalin ose do t'ju djeg, do t'ju shkri. Iranianët thoshin bujrëm hajde. Derisa kërcënimi i fundit erdhi në ditën e 39 të luftimeve, kur Trumpi tha ose hapni kanalin e Hormuzit, ose unë do ta zhduk qytetrimin iranian, domethënë do përdor bombën nukleare. Iranianët sërish nuk u trembën. Dhe deri në këto momente janë iranianët që e kontrollojnë kanalin e Hormuzit. Iranianët i kanë thënë amerikanëve që ne nuk e hapim kanalin e Hormuzit, përsa kohë që ju dhe aleatët tuaj nuk na paguani dëm shpërblime lufte, dhe nuk jepni fund luftës në Liban. Dhe amerikanët, nga që nuk kanë çfarë të bëjnë iranianëve, nuk hyn dot në gjirin persik, se po të hyn luftaniet aty, iranianët do t'i zhvysin. Flota amerikane është stacionuar në detin arab, do të thënë në rreth 100 kilometra larg Omanit edhe Pakistanit, ku qëndrojnë aty si pusar dhe kërcënojnë çfarëdo lloj cisterne e cila blen naftë iraniane. Pra, ndërsa amerikanët nuk kontrollojnë dot Hormuzin, ata kanë dalë si Jack Sparrow, si pirat në detin arab, edhe kërcënojnë çfarëdo lloj cisterne që shkon në Iran ose që merr naftë iraniane. Dhe një pyetje të fundit, një lajm së fundmi thoshte që 23 milionë iranian janë regjistruar në mënyrë vullnetare për t'u afishuar, për t'u integruar, për të rekrutuar në ushtri. Ndërsa nga ana tjetër, po ashtu ka një mister për fatin e Khameneit, djalit të Ayatollah Khameneit. Disa thonë që ka ndruar jetë, disa thonë që është përfituar, disa tjerë thonë që është në gjendje shumë të rëndë. Çfarë dihet? Dgjoj, lufta është një hadith i profetit Muhammed. Profeti thotë lufta është mashtrim. Dhe duhet ditur që në raste lufte shumë lajme që përhapen janë jo të vërteta. Dhe duhet kuptojmë që shumë gjëra që shkruajnë mediat nuk janë të vërteta, edhe nuk do thotë që janë të vërteta. Por sikur thot profeti Muhammed në një hadith që transmetohet nga Sahih Buhari, që profeti thot që lufta është mashtrim, këto domethënë dizinformacionet janë normale në luftë. Por lufta 40 ditore tregoi ndryshe nga që bënin propaganda amerikanët, zionistët, izraelit, mujahidinët iranianë, politikanët të Quisling që kemi në Shqipëri, sigur populli në Iran i urrente Ayatollahët, sigur populli me zi priste amerikanët që të vinin t'i lironin, sikur gratë në Iran i urrenin hoxhallarët dhe ishin gatshëm që të vinin amerikanët dhe direkt të hiqnin rrobat edhe të bënin kështu prostituta për Trumpin. Gjitha këto idiotësira që janë hedhur nëpër media, sidomos në mediat në Shqipëri. Unë në Shqipëri si pasojë e prezentës së mujahidinëve iranian, dizinformacioni për Iranin është i llaftarshëm. Çfarë tregoi lufta është që populli i Iranit është me qeverinë e tij. Një shembull është ajo që ndodhi, nëse jam gabim, sa ka qenë data? Më duket në datën 3 prill, kur ra ai avioni, iranianët domethënë rrëzuan avionin F-15 dhe kërkonin që të gjenin pilotin amerikan që kishte rënë, dhe amerikanët dërguan helikopter që ta gjenin pilotin. Për personat që kanë parë videot online, i gjithë populli i Iranit u çua me pushka, me pistoleta, dhe sa herë shikonte ndonjë avion apo helikopter iranian e godiste. Dhe Donald Trumpi në një deklaratë që dha për media tha
sulmonte një nga këto mediat amerikane, më duket The New York Timesin apo një tjetër, e cila kishte nxjerr lajmin që ka rënë që është edhe një pilot tjetër që kërkohet dhe është i humbur në Iran. Dhe Trumpi me këtë rast personoi këtë gazetarin amerikan, tha dua ta gjej ta fus në burg, se tha prej këtij tha, ne ata kur shkuam të shpëtonim pilotin, nuk u përballëm më me gardën revolucionare dhe me ushtrinë e Iranit, po u përballëm me miliona iranianë. Çfarë do të thotë kjo? Që në Iran i gjithë populli është ushtar. Domethënë, edhe ata iranianë që urrenin islamin, urrenin hoxhallarët, urrenin Republikën Islamike, në momentin kur Amerika dhe Izraeli filluan të bombardojnë Iranin dhe të vrasin njerëz të pafajshëm, i gjithë populli u bë me qeverinë, me shtetin e tij, i lanë më janë ato mërit që kishin. E dyta, populli i Iranit e pa që Hoxha Ali Khamenei, i cili ka qenë edhe shoku i Hafiz Sabri Koçit, rahmet pasën të dy. Hafiz Sabria ka pas shku në Iran dhe kur shkonte ka pas majt hutbe te xhamia e Dina Hoxhës, e mbaj mend si tani, që tregonte për shtypjen e madhe që kishte lënë Imam Ali Khamenei. Edhe do të them që vrasja nga amerikanët e Ali Khamenei, vrasja e udhëheqësve të Iranit, i tregoi popullit iranian që ta persona që e heqin Iranin sot, po paguajnë me gjakun e tyre për të mbrojtur vendin e tyre nga amerikanët dhe izraelitët. E për këtë arsye, populli është i gjiti me udhëheqësinë e tij. Dhe me vrasjen e Imam Aliut, Imam Moshtaba Khamenei, djali i tij që mori pushtetin, populli iranian atij i bindet në mënyrë fanatike dhe nuk ja bën fjalën dy. Tani këto lajmet që nxjerrin mediat amerikane janë më shumë kështu thashë theme, jo dëgjova unë që tha filoni është plagos keqe dhe po përfytyrohet e tjera. Këto janë gjitha thashë theme që botojnë mediat izraelito-amerikane në perëndim. Paka shumë që dhe qëllimi këtyre është hapja e dezinformacionit dhe domethënë nxitja e pasigurisë në Iran. Por deri tani indikacionet janë që Imam Moshtaba Khamenei është i gjallë, ai jep direktivat dhe ai domethënë është udhëheqësi suprem i vendit. Deri tani unë nuk kam parë ndonjë indikacion nga pala iraniane që ai është keq apo është shpërfytyruar, por normalisht që iranianët duhet ta mbajnë Imam Moshtabën të fshehur. Është sigur pamne që nga vrasja e Imam Ali Khamenei te krerët e gardës revolucionare iraniane e tjerë, izraelitët dhe amerikanët kanë një teknologji të llahtarshme, nëse ata e gjejnë se ku ndodhet dikush, ata mund ta vrasin. Sigur vranë për shembull Ali Laridjanin, që ishte kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare iraniane, dhe është në interesin kombëtar të iranianëve që japin sa më pak informacione për Imam Moshtabën, nga që nëse Imam Moshtaba do dali dhe do tregojë se ku është, atëherë izraelitët dhe amerikanët do ta piketojnë dhe do shkojnë dhe vrasin. Dhe nuk është interesin e iranianëve tani që janë në gjendje lufte që të vuritet imami i dytë, nga që imami ka një rëndësi shumë të madhe për iranianët në këto momente. Ai është drejtuesi i xhihadit, apo i luftës shenjtë kundër zionistëve, dhe jeta e tij ka një rëndësi shumë të madhe. Prandaj mendoj se këto dezinformacione që hapen jo është plagosur keq, jo është duke vdekur, jo është deformuar e tjerë, me një probabilitet të madh ka mundësi që të jenë thjesht thashë theme edhe dezinformacion. Zoti Azizi, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë analizë dhe faleminderit shumë për të gjitha detajet që treguat nga luftimet që u zhvilluan, por edhe bisedimet që janë duke vijuar momentalisht.